Ndërsa në Shqipëri kemi një panoramë krejt tjetër. Edi Rama ka qenë shumë më i ashpër me opozitën në Shqipëri se sa që ka qenë Vučić, që ka goditur drejt për drejt, qoftë me tentativat duke arritur deri në përpjekjet për ta izoluar, për ta goditur edhe nga ana gjyqësore. Ju e mbani mend që zoti Berisha u burgos në shtëpi për disa kohë. I njëjta gjë ndodhi dhe me krejt e tjerë të opozitës, por arriti deri në pikën që të mos lejonte Partinë Demokratike si forca më e madhe politike në Shqipëri opozitare që të ekzistonte si e tillë, duke nxjerrë të jashtëligjshme për disa kohë. Por dështojmë këtë sepse përsëri PD-ja në zgjedhjet e fundit arriti që të ruaj kuotat e të paktën 530.000 votave, që nuk janë fare pak në këto kushte ku ne ishim, dhe të vazhdoj të jetë forca kryesore opozitare që jo vetëm i ka qëndruar regjimit të Edi Ramës, por ka vijuar me denoncime shumë të forta dhe këto denoncime kanë arritur më në fund pas kaq kohësh të depërtojnë edhe në qendrat kryesore europiane, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si pasojë e këtyre denoncimeve që ka bërë Partia Demokratike, ne kemi disa rezoluta mbështetëse për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë, ndër të tjera jo vetëm që njihet forca e regjimit të Ramës, një regjim shtypës, por gjithashtu kërkohet vendosja e një qeverie kujdestare dhe vajtja në zgjedhje për të patur zgjedhje të lira dhe të barabarta më në fund në Shqipëri. Këtë gjë për shembull nuk e kemi për Serbinë, ka patur tentativa her pas here nga Bashkimi Evropian përmes deklaratave për ta paralajmëruar Serbinë ose për t'i vendosur asaj sanksione, edhe përmes bllokimit të fondeve të Bashkimit Evropian, por nuk ka patur rezoluta në mbështetje të ndonjë partie politike opozitare në Serbi apo thash të forcës studentore, pasi nuk ka një kokë që mund të identifikohet atje. Ndërsa në kontrast me këtë në Shqipëri ka patur dhe vazhdon të ketë një mbështetje shumë të qartë të drejt për drejt ndaj Partisë Demokratike, dhe jo vetëm kaq, por ne patëm edhe 2 misione të posaçme nga partitë më të mëdha të Parlamentit Evropian, që është formacioni më i madh, Partitë Popullore Evropiane, por edhe nga Parlamenti Evropian, të cilët miratuan dhe rezolutat përkatëse dhe i kërkuan Edi Ramës që të reflektojë dhe të lejojë vendosjen e një qeverie kujdestare si një zgjidhje e mirë për vendin, e shëndetshme për Shqipërinë dhe që do t'i shërbejë vendit për të shkuar në fund fundit në zgjedhje të lira dhe të barabarta, dhe jo për të lëshuar pushtetin në tavolinë për të bërë atë rotacionin tavolinë, por përmes garës vërtet, përmes programeve që i shërbejnë njerëzve, të shkohet në një normalitet siç e dëshirojmë të gjithë. Por sot, siç e the, ne jemi në ditën e 30 të protestave. Kjo tani ka marrë, përveç protestave që ka bërë Partia Demokratike për gjatë gjithë këtyre viteve, që kanë qenë të mëdha, të fuqishme, kanë rezistuar në kohë shumë të vështira, të gjitha ata demokratë që kanë dalë dhe janë bashkuar kësaj qendrese, sot kanë dalë edhe qytetarë të tjerë, dhe kjo është një shenjë shumë e mirë për Shqipërinë, për shoqërinë shqiptare, që dhe ata qytetarë që nuk mendojnë se kanë bindje partijake, apo që deri dje mund të kenë qenë edhe të majtë, sot janë bashkuar kauzave që ne kemi ngritur për kaq kohë dhe kanë dalë atje sepse të gjithë në fund ditës vinë secili i prekur në një formë ose në një mënyrë tjetër nga i njëjti regjim. Dikush që del atje proteston për padrejtitë që i është bërë për pronën, dikush proteston për atë çfarë ka ndodhur në Nart, se kështu nisi, apo për mënyrën se si u morën zvarr disa persona atje, dikush tjetër del për situatën skandaloze që kanë sot spitalet shqiptare, dikush del për shkollat, për pamundësinë për fëmijët e tyre për të pasur një jetë më të mirë, për problemet me ushqimin dhe çdo gjë tjetër, dhe që kulmojnë në fundit me atë plagën e madhe që ka çuar në largimin masiv të shqiptarëve. Por të gjitha këto shqetësime sot janë bërë bashkë në atë shesh, shprehen në mënyra të ndryshme, por kanë një emërues të përbashkët, dhe ky emërues është që Edi Rama duhet largohet me çdo kusht,